Partia Socialiste dhe Partia Demokratike konkretizuan me vot të përbashkët në parlament dakordësinë e arritur për ngritjen e komisioneve të posaçme për reformën zgjedhore dhe atë territoriale. Komisioni për reformën zgjedhore u votua me 113 vota pro, ndërsa ai për reformën territoriale me 115 vota pro. Në të dyja rastet 3 vota ishin kundër, 2 të deputetëve të Partisë Mundësia, Agron Shejaj dhe Ral Kapri, dhe 1 votë të deputetit të Lëvizjes Bashk, Redi Muçi. Mbyllet votimi. 113 vota pro, 0 abstenime, 3 vota kundër. Komisioni për reformën zgjedhore ka një qëllim të vetëm: të vras partitë e reja, të vras alternativat në këtë vend, të vras demokracinë. Tani pyetja ime është drejtuar të dy përfaqësuesve, si të pozitës dhe të opozitës. Ku bazoheni që përjashtoni nga drejta e votimit një parti parlamentare si me qenë një OJF, as si me qenë ndonjë institucion që është aty për të dhënë sa propozime apo për të dhënë mend? Nga mazhoranca për bërjen e 2 komisioneve, mbrojti Damian Gjiknuri, propozuar prej socialistëve si bashkëkryetar të reformës zgjedhore. Ata tilla më vjen keq që gjithmonë partitë e vogla tentojnë të demaskojnë apo ta gjejnë fajin tek sistemi, duke harruar që vetë janë produkti atij sistemi. Pra kush ka vota, nxjerr mandate. Kështu që mos e paragjykoni punën e komisionit. Ky s'ka mandat të ndryshojë kushtetutën, qofse ky patjetër do të ketë një dakordsi të gjitha forcave politike dhe një majorancë kushtetuese, kjo është një çështje që i mbetet kohës. Po gjithçka do të jetë transparente me prezencën e OSBE-ut dhe të gjitha partitë kanë qenë të konsultuara. Pas këtij momenti, dakordësia për komisionet e posaçme ja la vendin debatit të përhershëm mes PS e PD në lidhje me procedurat parlamentare. PD akuzon kreun e kuvendit se po u mohon fjalën në kuvend dhe të drejtën për të pyetur institucionet e pavarura të drejtësisë gjatë raportimeve në kuvend, ndërsa kreu i kuvendit tha se pyetjet depozitohen me shkrim. Për afro 2 orë, kreu i SPAK Altin Dumani u përball me deputetët në kuvend, ku prezantoi raportin për vitin 2024. 2 muaj para largimit nga detyra, ai u përgjigj me shumë se 50 pyetjeve të bëra nga deputetët e opozitës, të cilët kërkuan shpjegime për çështjen e tim, por jo vetëm. I pyetur nëse po dorëzohet përballë presioneve, Dumani edhe një herë tha se do të vijojë të jetë prokuror edhe pas përfundimit të mandatit si hetues i posaçëm, ndërsa përsëriti kërkesën e tij që t'u jepet mundësia për rikandidim prokurorëve të SPAK. Nuk jam njëri që dorëzohem, ju bëj ballë sfidave dhe për një gjë jeni të sigurt që unë do të vazhdoj të jem prokurori i Republikës së Shqipërisë dhe pas mbarimit të mandatit në vjeçar kuptohet po na la Zoti jetë. Sqaroj këtu se i kam kërkuar disa herë parlamentit të shqyrtoj mundësinë e shikimit të mandatit të prokurorëve të posaçëm. Dhe në jo pak raste është aluduar se bëj këtë për interesin tim personal. Për këtë arsye, e ritheksoj edhe një herë se nëse politika e kushtëzon apo ka dhe mendime se zgjatja e mandatit lidhet me emrin tim, atëherë unë nuk rikandidoj. Ai mohoi gjithashtu që të jetë ushtruar presion ndaj prokurorit Dritan Prençi, ndërsa konfirmoi jetimin ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, si dhe një sër çështjesh të tjera por pa dhënë detaje, ndërsa tha se për SPAK-un nuk kanë rëndësi emrat por provat. Ai u ndal edhe tek procesi zgjedhor si dhe patronazhistët, ku tha se për kësaj kohë nuk ka një ligj, ata nuk mund të hetohen. Në momentin që patronazhisti evidentohet në rolin që ju përshkruani këtu, që jep, premton legalizim shtëpie, para apo regjistrim të pronës në hipotek, me qëllim marrjen e votës, tu nuk kemi patronazhim, po kemi korrupsion aktiv apo pasiv në zgjedhje. Tani patronazhimi, ne nuk kemi një kod penal, një vepër penale të thuhet patronazhimi. Penalizojeni si kuvend, edhe ne të ushtrojmë ndjekjen penale. Kreu i SPAK Altin Dumani nga Fortoria e Kuvendit sqaroi dhe hetimet e kryera për përvetësimin e tokave nga subjektet kriminale, ku vetëm në Durrës ta se janë sekuestruar rreth 600.000 metra katror tokë. Prokurori i përgjithshëm Olsian Çela u pyet nga deputetët e opozitës për rastin e arrestimit të avokatit Ulian Barjami me urdhër të prokurorit në Elbasan, ku pranoi se ka raste shkeljesh në ratët e organit akuzës. Në rastin në fjalë, çështjet lidhen me përgjigjet e letëporosive që nuk janë në dorën tonë, varet nga autoritetet e huaja. Ne kemi kërkuar që të dhënat të jenë të plota nga përgjigjet që ata
dërgojnë në mënyrë që t'i shërbejnë të gjitha proceseve që lidhen me verifikimin përkatës, pra si për organin që ka kërkuar verifikimin, apo dhe për organet të tjera cilat mund të kenë nevojshëm dokumentacionin për të konkluduar më pas, sipas kompetencës ligjore që kanë me procedurat përkatëse. Ai foli edhe për hetimin e thelluar në lidhje me formularin e dekriminalizimit të gjyqtares së posaçme Irina Gjoka. Kemi sot probleme në mënyrën se si le themi realizohet funksionet e tyre nga një pjesë e prokurorëve, sidomos e prokurorëve të rinj, për një sër arsyesh, ndoshta rastin fjalë le themi mund të jetë një reflektim i atij shqetësimit të parashtruar, kuptohet që është tërësisht e papranueshme që ne të kalojmë nga salla e gjyqit në ndërmarrjen e masave ekstreme, siç është edhe ndalimi apo arrestimi. Qela tha se sfida e sistemit të prokurorisë sot janë ngarkesa me dosje hetimore për shkak të numrit të pakët të prokurorëve dhe mungesja e një kohezioni institucional për shkak të mungesës së vertikalizimit në prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm. Kryeministri Edi Rama mbërriti këtë të hënë në Riyadh, Arabi Saudite, ku do të marrë pjesë në edicionin e 9 të Future Investment Initiative. Kreu i qeverisë u prit nga princi Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulaziz, zëvendës guvernator i Riyadit. Rama më pas u ndal në pallatin mbretëror ku u takua me princin e kurorës dhe kryeministrin Mohammed bin Salman Al Saud. Ata folën për ecurinë e bashkëpunimit mes dy vendeve dhe vizitën e princit të kurorës në Shqipëri vitin e ardhshëm. Forumi ka bërë së bashku lider politik, investitor global dhe inovator në një dialog mbi të ardhmen e investimeve në botë, gjetjen e zgjidhjeve të reja dhe ndërtimin e urave të reja të bashkëpunimit. Gjatë kësaj vizite, kreu i qeverisë pritet që të zhvillojë dhe takime të tjera me fokus tek investimet dhe jo vetëm. Gjykata e posaçme rrezon kërkesën e Marber Maltesi dhe Argita Berishës për heqjen e sekuestrove të pasurive. Gjyqtarja Elsa Ulliri la në fuqi ngrirjen e njësër pasurive të dhëndrit dhe vajzës së ish-kryeministrit Berisha në kuadër të dosjes Partizani. Maltesi dhe Berisha kërkonin lirimin nga sekuestro të gati 25 pasurive të luajtshme e të paluajtshme, me pretendime se nuk janë të barazvlefshme me produktin e veprës penale të dyshuar. Por sipas kërkuesve, disa prej pronave të bllokuara me vendim gjyqësor janë bashkëpronësia e Argita Maltesit, e cila nuk ka asnjë barë penale në këtë çështje. Paralelisht me procesin për zhbllokimin e pasurive, Maltesi po përballet në gjykatën e posaçme, edhe në procesin gjyqësor të nisur në themel. Ai ka akuzuar se ky proces është gjuhet i shtrigash e motivuar politikisht dhe ka akuzuar prokurorinë dhe gjykatën e posaçme për manipulim të provave në të paktën 30 raste. Deputeti i Partisë Demokratike Bledion Nallbati është paraqitur këtë të hënë në ambientet e SPAK, ku është thirrur për të dhënë shpjegime në lidhje me incidentin e ndodhur gjatë fushatës elektorale të 11 majit në Bilisht, një prononcim të shkurtër për mediat pas daljes nga SPAK. Isha për të sqaruar situatën e këtij konfliktit banal dhe të stisur nga Niko dhe çerrat e vet në fushat me cënimin e imazhit tim edhe cënimin e procesit zgjedhor. Deklarova si person në dieni. Gjëja ndodhi më datë 3 maj, kur deputeti Nallbati dhe vëllai i tij Alti Nallbati u përfshin në një përplasje fizike me një shofer kamioni. Pamjet e publikuara më pas treguan deputetin duke u ngjitur në shkallët e kamionit dhe goditur shoferin edhe në pranitë e efektivëve të policisë. Për këtë rast, vëllai i tij u arrestua dhe më vonë u la në masën e detyrimit për paraqitje, ndërsa vetë deputeti nuk u procedua. Ky nuk është rasti i parë që deputeti demokrat thirret në SPAK. Në muajin tetor të vitit 2023, Nallbati u thirr nga prokuroria pas një incidenti tjetër ku kishte goditur me grush deputetin socialist Vullnet Sinaj gjatë një seance të tensionuar në Kuvend. Eksportet shqiptare ranë me gati 8% në 9 mujorin e parë të këtij viti, duke konfirmuar ankesat e vazhdueshme të bizneseve prodhuese për mungesë të fuqisë punëtore dhe të kurrit të prodhimit. Rënja më e madhe e eksporteve është regjistruar në muajin shtator me 10.7%. Instat rishikoi të dhënat për këtë muaj duke korrigjuar lapsusin e publikimit të fillimit të tetorit, ku raportoi gati 2 herë më shumë eksporte me Kosovën. Nga të dhënat e rishikuara, deficiti tregtar është thelluar me 18% në fund të shtatorit të këtij viti, në krahasim me shtatorin e vitit të kaluar, ose rreth 480 milionë euro.
Rënja më e madhe e eksporteve në shtator është raportuar në grupin materiale ndërtimi dhe metale, ndjekur më pas nga mineralet, lëndët djegëse dhe energjia. Në raportin e parë, Instat përfshiu si eksporte shqiptare drejt Kosovës edhe mallrat që kalonin tranzit përmes Shqipërisë për tregun kosovar, kryesisht karburante dhe lëndë djegëse. Zëvendës kryeministra dhe ministra e energjisë Belinda Balluku mori pjesë të hënën në takimin e përvitshëm të ministrave të energjisë Europës qendrore dhe juglindore, drejtuar nga Komisioneri Evropian për Energjinë, Dan Jorgensen. Në këtë takim të gjithë ministrat kanë relatuar për situatën energjetike të rajoneve përkatëse, përgatitur për dimrin 2025-2026 dhe mbi të gjitha sigurinë energjetike dhe nën optikën e kërcënimit që vjen nga përdorimi i gazit rus. Kam përfituar nga rasti të ndaj në këtë event një arritje të rëndësishme të Shqipërisë gjatë këtij viti, bazuar në strategjinë kombëtare për diversifikimin. Për herë të parë, raporti 8 mujor për 2025 tregon se kemi arritur të krijojmë 10% të kapaciteteve gjeneruese nga burimet diellore, duke quar kështu raportin total të prodhimit të brendshëm në 90% hidro dhe 10% energji diellore. Gjatë ditës kam pasur kënaqësinë të takoj dhe të diskutoj me shumë nga kolegët që ishin prezent, dhe gjithashtu me komisionerin Jorgensen. Por dua të veçoj takimin bilateral me ministrin rumun të energjisë, ku kemi diskutuar mbigjizen e një plani për krijimin e një boshti energjetik, ku përfshihet Shqipëria, Rumania, Maqedonia e Veriut, Bullgaria dhe Italia. Bashkëpunimi i gjerë rajonal ka treguar se është dhe do të jetë baza e një suksesi të garantuar për sigurinë energjetike europiane. Situata në Shkodër vijon të jetë problematike pas rreshjeve të shiut, të cilat vijojnë që prej mbrëmjes së shtunë, mbi 140 banesa janë përmbytur, ndërsa janë shkaktuar dëmtime të konsiderueshme në rrugë, tokë bujqësore dhe furnizimin me energji elektrike. Disa hektar tokë janë përmbytur si pasojë e prurjeve të menjëhershme të porrojit të Glinës, duke shkaktuar dëme të mëdha në të mbjella. Në Vaun e Dejës po vijon verifikimi i banesave të përmbytura dhe evidentimi i dëmeve të shkaktuara nga rreshjet. 70% e tokës bujqësore është përmbytur nga uji, duke shkaktuar miliona lek humbje në të mbjella. Po ashtu, rruga Kirshosh është bllokuar në vendin e quajtur Dardha e Shoshit për shkak të rrëshqitjes së gurave dhe ekipet e bashkisë po punojnë për zhbllokimin e saj. Në bashkinë e Pukës, rreshjet kanë dëmtuar disa rrugë rurale, ndërsa rruga nacionale Puk-Fusharrës është e bllokuar për shkak të shembjes së një masivi dheu. Disa fshatra në njësinë Gjegjan janë aktualisht pa energji elektrike, ndërsa ekipet po punojnë për pastrimin e rrugëve dhe rikthimin e energjisë. Në Fusharrës janë dëmtuar pothuajse të gjitha rrugët rurale si pasojë e rrëshqitjeve të dherave dhe rënjeve të gurave. Sipas drejtorisë së ujitjes dhe kullimit Lezhë, gjatë natës kanë rënë rreth 40 mm rreshje shiu. Bëhet me dije se nivelet e lumenjve, buna dhe drin janë nën kotat minimale të rrezikut, ndërsa lumi Kir ka pasur prurje të larta, por pa shkaktuar dëme. Rreshjet e shiu gjatë ditës së diel dhe natës së kaluar kanë bërë që uji të dalë nga shtrati i zallit të tha, duke vërshuar në rrugën që lidh dy fshatra të njësisë Fush-Bulqiz. Në mëngjesin e kësaj të hënë, banorët e zonës kanë ngelur të bllokuar për rreth 3 orë, derisa është bërë ndërhyrja nga ana e bashkisë. Shumë keq u bë pa kalueshme. U bë pa kalueshme. Ai ka dalë lut këtë që është për rrugë u bën atë thon bile si u futa. Pa avu dor bashkia me bonë diçka këtu nuk mund të kaluosh. Po rruga me ujë, kush bën nuk vjen të bëfare. Na kanë dhënë shumë ata dorë. Makinat i caktojnë gomat i prishin. Siguracionet i paguajnë gjitha taksat. Çabim nuk bën fare. Situata problematike paraqitet edhe në Kukës dhe Shkodër. Mbi 140 banesa janë përmbytur në qarkun e Shkodrës, ndërsa janë shkaktuar dëmtime të konsiderueshme në rrugë. Sa kaq, në qarkun e Kukësit, në disa zona rurale dhe akse rrugore, janë regjistruar rrëshqitje dherash dhe rënje gurësh. Disa rrugë të fshatrave janë dëmtuar për shkak të shembjeve. Dy efektiv policie në komisariatin e Elbasanit, duke shfrytzuar pronësinë e një lokali dhe detyrën, kanë organizuar në ambientet e biznesit lojë rafati dhe baste sportive. Agjencia e mbikëqyrjes policore njoftoi se pas një hetimi disa mujor dhe në bashkëpunim me prokurorinë e Elbasanit, ka ekzekutuar masat e sigurisë detyrim paraqitje dhe ndalimi daljes jashtë vendi për 3 punonjës policie me detyrë patrulle përgjithshme në komisariatin e Elbasanit.
Ndaj dy prej tyre rëndojnë akuzat e organizimit dhe ushtrimit të veprimtarive të lojrave të fatit, kryer në bashkëpunim, vënia në dispozicione lokaleve për lojra fati, ndërsa një i tretë akuzohet për ndërhyrje abuzive në sistemin e gjobave të makinave. Hysen Duka, me detyrë në kohën e kryerjes së veprës penale oficer i patrullës së përgjithshme në policinë e Elbasanit dhe aktualisht trup shërbimi për ruajtjen e kampit italian në Gjadër, dhe Gëzim Duka, në të njëjtën detyrë në kohën e kryerjes së veprës penale dhe aktualisht oficer patrulle në Kukës, dyshuese në bashkëpunim me njëri tjetrin, kishin shndërruar në një qendër bastesh e lojrash fati lokalin e tyre në Elbasan. Ndaj kolegut të tyre Ervin Shimplaku, u ngrit akuza e shpërdorimit të detyrës, pasi dyshohet se ka ndërhyrë në sistemin e gjobave për të siguruar informacione të mjeteve për llogaritë të personave të tretë. Gjon Shkambi, xhaxhai Elvis Shkambi, që ekzekutoi gjyqtarin Astrid Kalaja në sallën e gjyqit brenda apelit me jurisdiksion të përgjithshëm, do të qëndrojë në qeli, pasi kërkesa e tij për zëvendësim të masës së sigurisë nuk u mor parasysh. Gjyqtari Genti Shala nuk pranoi as ankimimin e bërë nga Banush Koxhaj, punojësin e sigurisë së gjykatës së apelit, i cili dyshohej të ketë kryer shpërdorim detyre pasi nuk ushtroi kontroll ndaj Elvis dhe Gjon Shkambit kur ata u futën në ambientet e gjykatës për të ndjekur seancën. I vetmi që nuk ankimoi masën e sigurisë arrest në burg në shkallën e 2 të gjyqësorit është Elvis Shkambi, i cili edhe pasi vrau gjyqtari nuk shpreu pendes për krimin, duke deklaruar përpara grupit hetimor se i kishin rënë në qafë me vendimet e dhëna për çështjen e pronësisë. Astrid Kalaja u qellua pasi shpalli vendimin për një konflikt pronësie mes fisit Shkambi dhe Kurtaj. Ai ndoroi jetë gjatë kohës kur po transportohej në spital, ndërsa Ragip dhe Ervis Kurtaj mbetën të plagosur nga hetimet paraprake të kryera nga prokuroria e Tiranës. Rezultoi se Banush Koxhaj, në cilësinë e punonjëse të sigurisë, nuk ka ushtruar kontroll fizik ndaj Elvis Shkambit, pavarësisht se detektori sinjalizoi prezencë metali në momentin që ai kaloi në skaner. Në gjykatën e Lezhës doli sërish KTTH-n Ruben Sarajeva, i dyshuar si ekzekutori i biznesmenit Ardian Nikolaj. Prej muajsh në sallën e gjyqit janë thirrur për të dëshmuar të afërm të dyja palëve, ndërsa seanca e së hënës solli dëshmitë e nënës Edmond Haxhis dhe të afërmis së tij, Nertila Haxhia. Të dyja dëshmitaret kanë deklaruar se Edmond Haxhia kishte ardhur në Shqipëri për t'u martuar, si dhe për të plotësuar dokumentacionin për udhëtimin drejt Anglisë, ku ndodhej bashkëshortja e tij. Nëna e Edmondit ka pohuar se nuk ka dieni për vendodhjen e djalit të saj. Gjatë dëshmisë ajo është shfaqur e rënduar emocionalisht dhe në disa momente ka kërkuar mbështetje nga avokati Cakrani. Në përfundim të seancës, prokurori kërkoi thirrjen e një dëshmitari të ri, ndërsa avokati i mbrojtjes Cakrani rikërkoi paraqitjen në gjykatë të ish bashkëshortes së Edmond Haxhis. Albin Kurti nuk ka asnjë shpresë se mund të sigurojë shumicën e nevojshme për të qeverisur edhe për një mandat të dytë Kosovën dhe paralajmëroi zgjedhje parlamentare jo vetëm për të zgjidhur ngërçin aktual në kuvend, por edhe zgjedhje të tjera të parakohshme edhe në pranverë, kur duhet të zgjidhet pasuesi Vjosa Osmanit në presidencë. Mbas është për të ardhur keq që do të mund të kemi përveç balotazhit edhe 2 herë zgjedhje, edhe zgjedhjen dimër edhe zgjedhjen pranverë, sepse kur nuk arritëm të bëjmë 61 deputet për një qeveri të re, atëherë është vështirë imagjinueshme që do të mund t'i bëjmë kollaj 80 deputet në pranverën e vitit arshëm, dhe i kemi vetëm 4 muaj drejt zgjedhja e presidentit apo presidentes, pra afatet kohore po ikin me shpejtësi dhe është për të ardhur keq se përveç balotazhit do të mund të kemi edhe 2 herë zgjedhje. Kemi mundur së paku këto zgjedhje të dhjetorit t'i evitojmë e t'i kemi eventualisht vetëm ato në pranverë. Por Kurti tha se nuk është mirë për Kosovën, por në kushtet aktuale është e pamundur që të arrihet një dakordsi, qoftë me PDK, qoftë me LDK. I bëm ftesë 2 herë LDK-s dhe kemi qenë në kontakt vazhdueshëm me Nismën. LDK refuzon kategorikisht një qeveri të udhëhequr nga unë, kurse Nisma përfundimisht nuk deshi të jetë në një qeveri që e drejtoj unë. Po të rezononin ndryshe këto 2 parti edhe të pranonin ofertën tonë për bashkëpunim, ne jo vetëm që do t'i kishim numrat e nevojshëm për të formuar qeverinë e re nga kjo legjislaturë, zgjedhjeve parlamentare të rregullta, të lira, të ndershme të 9 shkurtit si vjet.
por edhe do të mund të jepnim zgjidhje çështjes së zgjedhjes së presidentit, e cila na pret pas vetëm 4 muajve. Kushtetuta e Kosovës parashikon se pas dështimit të formimit të qeverisë nga Partia e Parë, thirret drejtuesi i Partisë së dytë që ka marrë rezultatin më të mirë në zgjedhje, që në këtë rast është PDK. Kreu i kësaj të fundit deklaroi të dielën se do të kërkojë që vendi të shkojë menjëherë në zgjedhje të parakohshme parlamentare, pasi nuk mund të sigurojë shumicën prej 61 mandatesh në kuvend. Prokurori i Departamentit të Përgjithshëm në Prokurorinë Themelore të Prizrenit, Beq Shala, është vënë në pranga nga Policia e Kosovës gjatë një aksioni të zhvilluar në drejtimin e Prokurorisë Speciale. Sipas njoftimit të sistemit prokurorial, prokurori është arrestuar në ndyshimin se ka kryer veprën penale të rishfetit. Beq Shala, me post prokuror në Prokurorinë Themelore të Prizrenit, është arrestuar në vendin e punës. Prokuroria Speciale njofton se në bashkëpunim me Policinë e Kosovës po ndërmarrin veprimet e nevojshme hetimore për rastin. Piloti kroat i forcave ajrore të Kroacisë i arrestuar në fund të muajit gusht 2025 në dyshimin për spionazh është liruar nga paraburgimi. Sipas mediave kroate, referuar burimeve nga gjykata e qarkut në Split, ditën e marrë do të vendoset për vazhdimin e paraburgimit për të akuzuarën Ana Murganić, e dashura e pilotit, shtetësia serbe nga Mitrovica e Veriut. Ndaj pilotit kroat janë marrë masa shtesë duke përfshirë ndalimin e kontaktit me njërin nga dëshmitarët, që ende nuk është marrë në pyetje. Të dy shtetasit u arrestuan si të dyshuar për spionazh në favor të Serbisë, pas kësaj ngjarje piloti u përjashtua nga ushtria. Sipas hetimeve, u zbulua se çifti kishin komunikuar me politikanë serb duke u dhënë edhe informacione konfidenciale. Dyshohet se këto informacione piloti kroat i kishte mbledhur gjatë shërbimit të tij në Kosovë, në kuadër të kontingjentit kroat të KFOR-it. Mësohet se ishte e dashura e tij, e cila pasi merrte informacionet nga partneri për lëvizjet e forcave të KFOR-it në veri të Kosovës, u apërcillte më pas drejtuesve të listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë. Lideri prorus i lëvizjes socialiste Aleksandar Vulin, ministri punëve të brendshme të Serbisë Ivica Dačić, patriarku i kishës ortodokse serbe Porfirie, si dhe njerëz të politikës morën pjesë në hapjen e shoqatës historike ruse në Serbi. Vulin deklaroi se heqja dorë nga Rusia është gjithashtu heqje dorë nga Serbia, ndërsa theksoi se çdo gjenerat e popullit serb ka pritur që mbjetesa e saj fizike të varet nga Rusia. Së kaq patriarku i kishës ortodokse serbe tha se hapja solemne e institucionit të shoqatës historike ruse në Serbi përfaqëson një konfirmim të lidhjes së vazhdueshme midis dy popujve, serb dhe rus, të cilët sipas tij kanë jetuar në harmoni gjatë historisë. I ftuar në ngjarje ishte edhe ambasadori rus, Aleksandr Bokan Harchenko, i cili tha se hapja e shoqatës historike ruse në Serbi është një mesazh i rëndësishëm politik dhe shkencor. Shoqata historike ruse është një shoqatë në themelimin e së cilës janë përfshirë edhe Akademia Ruse e Shkencave, por edhe mediat shtetërore ruse, si RIA Novosti dhe Interfax. Venezuela të dielën dënoi atë që e quajti një provokim ushtarak nga Trinidad dhe Tobago në koordinim me Agjencinë Qendrore të Inteligjencës në SBA, që synonte të nxiste një përballje të plotë ushtarake me vendin latinoamerikan. Stërvitjet përbashkëta ushtarake mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Trinidad dhe Tobagos janë duke u zhvilluar aktualisht në Karaibe, dhe Venezuela thotë se ka kapur një grup mercenarësh me informacion të drejtë për drejtë të Agjencisë Amerikane të Inteligjencës, qëllimi i të cilëve ishte që të kryenin një akt provokues në rajon. Qeveria e Venezuelës tha në një deklaratë se një akt provokimi po përgatitej nga territori i Trinidad dhe Tobagos, me qëllim që të shkaktonte një përplasje të plotë ushtarake me Venezuelën. Deklarata e lëshuar nga zëvendës presidenti Delcy Rodriguez nuk ofroi detaje ose provat më tejshme për akuzat për aktin provokues. Më herët këtë muaj, presidenti amerikan Donald Trump konfirmoi raportet se kishte autorizuar CIA-n të kryente operacione të fshehta në Venezuelë. Presidenti i Venezuelës Nicolás Maduro ka akuzuar edhe më herët SBA-n për provokime, duke përfshirë një plan për të vendosur eksploziv në ambasadën amerikane në Caracas në fillim të tetorit. Maduro, për kokën e të cilit Shtëpia e Bardhë ka vendosur një shpërblim të majm, akuzon SBA-n se po tenton ta rrëzojë atë nga pushteti. Gjermania po shndrohet në një vit të parë për luftë hibride me inteligjencën gjermane që paralajmëron se Rusia po rekruton të ashtu quajturit agent të nivelit të ulët, civil të zakonshëm që paguhen me shuma të vogla për të kryer akte sabotimi ose spionazhi.
Moska po rrit sulmet hibride ndaj Gjermanisë nga spionazhi dhe dezinformimi deri te inkursionet me dron. Kancelari gjerman Friedrich Merz tha se megjithëse vendi mund të mos jetë në luftë, nuk është më as plotësisht në paqe. Në javët e fundit një varg inkursionesh me dron e ka shqetësuar Gjermaninë duke synuar objekte ushtarake, kritike dhe madje edhe civile, përfshirë aeroportin e Munichut. Si kancelari ashtu edhe ministri mbrojtjes Boris Pistorius e kanë konsideruar Rusinë përgjegjëse për të paktën disa nga incidentet. Është ende e paqartë se kush qëndronte saktësisht pas fluturimeve me dron, pasi hetuesi do të duhej së pari të identifikonin operatorët e tij. Megjithatë, deri tani nuk është raportuar ndonjë rast tjetër i shfaqjes së dronëve. Kohët e fundit, Shërbimi i Inteligjencës Vendase të Gjermanisë, Shërbimi Federal i Inteligjencës, Zyra Federale Policisë Kriminale BKA dhe Shërbimi Ushtarak i kundër zbulimit lëshuan një paralajmërim, duke ju bërë thirrje njerëzve që mos të lejojnë veten të rekrutohen si agent të nivelit të ulët nga aktor të huaj. Këta individ, të cilëve shpesh ju drejtohen përmes mediave sociale, paguhen me shuma relativisht të vogla parash për të kryer detyra të vogla dhe me rrezik të ulët, siç janë vandalizmi, mbikëqyrja ose zjarrvënia. Një gjykat turke ka lëshuar një tjetër flet arresti zyrtar për krye bashkiakun e burgosur të Stambollit Ekrem İmamoğlu nën dyshimet për spionazh politik, raportoi media shtetërore Anadolia. İmamoğlu, një rival kyçi i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, që gjendet në burg që prej marsit dhe po pret gjykimin për akuza për korrupsion, u dënua në korrik për një tjetër vepër, ato të fyerjes dhe kërcënimit ndaj prokurorit kryesor të Stambollit. Ai mohon të gjitha akuzat ndaj tij. İmamoğlu e mohoi edhe akuzën e fundit ndaj tij gjatë paraqitjes në gjykat të dielën dhe përmes një deklarate të lëshuar nga burgu. Një shpifje, gënjeshtër dhe komplot i tillë nuk do t'i shkonte në mendje as djallit, thuhej në deklaratën e publikuar në X. Po përballemi me një turp që nuk mund të përshkruhet me fjalë. Agjencia Anadolia raportoi se një gjykat në Stamboll lëshoi fletarrestin gjatë natës për İmamoğlu'n dhe dy persona të tjerë, përfshirë Merdan Yanardaq, kryeredaktorin e kanalit televiziv Tele1. Ky kanal, që është kritik ndaj qeverisë, u mor nën kontrollin e shtetit të premten pasi u akuzua për spionazh. Sipas vendimit të fundit gjyqësor, İmamoğlu akuzohet se është përfshirë në korrupsion, për mbledhjen e fondeve për kandidaturën e tij për president dhe për spionazh, përkatësisht për të siguruar mbështetje ndërkombëtare, tha Anadolia. Qindra anëtar dhe të zgjedhur të subjektit kryesor opozitar Partisë Popullore Republikane të İmamoğlu's po përballen me një sër akuzash për korrupsion, akuza që cilësohen si të motivuara politikisht. Partia i mohon akuzat për korrupsion, duke i cilësuar një përpjekje të qeverisë për të shmangur kërcënimin zgjedhor ndaj Erdoganit, akuza që mohohen në anën tjetër nga qeveria turke. Nga data 28 deri më 31 tetor do të mbahet në Shqipëri java kulturore austriake. Gjatë kësaj jave, Tirana dhe Shkodra do të bëhet qendër e ngjarjeve që bashkojnë muzikën klasike, letërsinë, arkitekturën dhe dialogun mbi Europën. Në 28 tetor, aktivitetet fillojnë me prezantimin e librit Kiosk, arkitektura e përkohshme dhe botët e gjalla sociale në Bregdeti shqiptar. Gjatë prezantimit të librit, redaktori dhe fotografi Robert Pickler do të diskutojë projektin së bashku me autorët Selmir Kristo, Mamisa Burda dhe Dimitër Doka. Pas kësaj, ansambli simfonik i Vienës Johann Strauss do të mbajë një koncert për të nderuar 200 vjetorin e lindjes së Johann Straussit, duke sjellë për publiku një përzgjedhje të kryeveprave të dinastisë Strauss dhe valsit vienez. Në 29 tetor, një panel diskutimi dedikuar 30 vjetorit të anëtarësimit të Austrisë, Suedisë dhe Finlandës në Bashkimin Evropian, do të ofrojë një mundësi për të reflektuar mbi përvojën e këtyre vendeve në Bashkimin Evropian dhe rolin e Austrisë në zhvillimin e politikave të BE-s. Aktivitetet vazhdojnë me një koncert të veçantë të Klara Montokyo Quintet. Një ditë më pas, ky aktivitet do të zhvillohet në Shkodër. Më 30 tetor, shkrimtarja austriake Teresia Toglofer do të marrë pjesë në një takim letrar në Tiranë, ku do të ndajë përvojën e saj të krijimtarisë dhe përkthimit letrar. Java kulturore austriake përfundon më 31 tetor me koncertin Turning Point të No Borders Orchestra, ansambli muzikantëve profesionist nga rejoni i Jugoslavisë që do të performojë për herë të parë në Tiranë.